Numri 55, Etnik Mustafa, është i biri i pronarit kompanisë Beni Dona. Sinqerisht mund tjetë ajo, por nuk e kam këtë informacion se kush është djali i kujt. Replika që e bëra kishte për qëllim veç sinqeritet në raport me qytetarët. Një replik. Për zhk është, apet po besoj që po do të më kthejt e ndërtust. Vazhdoj mi qëndru përgjigjës që për aq sa e di unë asnjë nuk është në listë. Kështu që ta kujtoj nëse është. Pra dalë veç pak sokol, urdhno pra gëzim. A din ti për na një që është? Po besoj që po shpresoj që është i sinqert, po nuk është kështu. Në realitet, në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës është djali i njërit prej ndërtuesve më të mëdhenj të komunës Prishtinës. Numri 55, Etnik Mustafa, është i biri i pronarit kompanisë Beni Dona, që jo shumë larg prej këtujt, ma pak se 1 kilometër, me të ardhur në pushtet Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, ka pas një mbindërtim 4-5 kaç, cilin e kemi denoncu, i cili mbindërtim fillimisht na është pranu nga drejtori inspektoratit, por pastaj është kamuflu gjëja që ka qenë mos rregullim në rregull me drejtorinë e urbanizmit. Veç pak, sokol? Sinqerisht mund tjetë ajo, por nuk e kam këtë informacion se kush është djali i kujt. Jo, nuk e kam këtë informacion, nuk e di unë kush është djali i pronarit Beni Donës, por edhe në këtë situatë, prapë thëmë se kjo ndërlidhet edhe me vetë planin zhvillimor komunal. Për faktin që është një ndërtues, ose një biznesmen tjetër, ose një profesionist, ose edhe një ekonomist, sikur që është puna ime, kjo nuk do të thotë kur gjë të keqe, përkundrazi mund të ketë kontribut shumë pozitiv në kuadër të asamblesë komunale. Mund të ketë kontribut shumë esencial, ndërsa për sa i përket diskutimit të planit zhvillimor komunal të kryeqytetit, prapë për ripërsëris, ne kemi insistu që të hapet diskutimi, ndërsa po më vjen mirë që njëjtat fjalë po i thojnë edhe kolegët që si të fillon mandati i ri, ku vendi komunal ka më përfshi në kuadër të diskutimit. Sepse është një zëtim publik, edhe këte kemi thonë për gjatë gjithë kohës, të përfshihet ekzekutivi, asambleja komunale dhe çdo qytetar në diskutimin e dokumentit më të rëndësishëm të kryeqytetit. Okej, faleminderit. Gëzim. Replika që e bëra kishte për qëllim veç sinqeritet në raport me qytetarët. Do të thotë jo që kemi ne diçka në raport me personin në fjalë, kemi me ndërtuesin kur ndërton pa leje dhe jashtë planifikimit, ndërkohë që përsëris atë që thash janë ndërmarr masa në 10 raste. Kërkoj falje për ndërhyrje. Atë që thash që Prishtina nuk bëhet pa ndërtues, vetë se ndërtimi duhet të jetë i planifikuar dhe i kontrolluar.